Shikues nderuar televizionin shqiptar të Amerikës, ju përshëndes. Jemi në emisionin e ri Ëndra Amerikane, një cikël emisionesh të cilat do të jenë të ftuar shumë personalitete të komunitetit shqiptar, jo vetëm Michigan, po edhe më gjerë, të cilët do të sjellin realizimin e ëndrës tyre amerikane. Po pse jo, do të sjellin dhe eksperiencën, edhe do të sjellin dhe atë liri, atë demokraci që kanë shijuar këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këtë vend të bekuar. Dhe mirë është që gjithë të eksperiencën neve ta përcjellim edhe në vendin tonë, e cila ka shumë nevojë. Fushat e të ftuarve janë të ndryshme. Sot kam një të ftuar që është një fushë shumë të rëndësishme, që kanë dhënë dhe vazhdojnë të japin një kontribut të madh për shqiptaro-amerikanët, por edhe për mbar njerëzimin. Është fusha e fesë. Pa fesë, besoj se ka jetë të begat, shëndetshme. Edhe ne shqiptarët kemi një hidhërim në drejtim, edhe mendoj se kemi më shumë nevojë se çdo kom tjetër. Kam ftuar Don Fred Kalaj. Kam folur shpesh për Don Fred Kalaj. Është një personalitet në komunitetin shqiptar. Ai ka dedikuar jetën e tij fesë, por vazhdimisht në takimet që kanë pasur e veçanërisht me të rinjt, e përcaktojnë si priftin më të mirë, më të dashur të tyre, dhe nëse vere më shumë ka të rinj në kishë se sa janë të moshuarit, dhe kjo është edhe një arritje, do të thosha, është një sukses për kishën, por dhe për Don Fredin, i cili ka ditur të menaxhojë energjitë pozitive të komunitetit shqiptar, veçanërisht të Bashkësisë Katolike. Po ashtu, Don Fredi është edhe i kudundodhur, është mik i medjave, është kudundodhur në komunitet, në gjitha zonet fetare, ka marrëdhënie të shkëlqyera mes klerikëve të tjerë. Dhe kjo është një vlerësuar për të, dhe unë tashmë ja u sjell në bisedë. Don Fredi, faleminderit që ka ardhur në bisedë për të sjellë juve ëndrrën amerikane, eksperiencën tuaj, qysh nga fëmijëria e deri më sot, ashtu se keni qef ta sillni ju pa ndonjë presion e shtytje. Unë do të jem shumë larg nga do të bëj pyetje të shkurtra dhe ju silleni si e dëshironi jetën tuaj, por kryesisht për atë realizimin e ëndrës amerikane, pse jo, sepse ky emision është në kuadër të 250 vjetorit të pavarësisë të Amerikës, dhe ju mund të flisni edhe për eksperiencën që keni pasur, por edhe për historinë amerikane, për ato që keni fituar neve si emigrant. Si gjithmonë na kënaqësi me kanë në studio tuaj, në prezencën tuaj, faleminderit që po na jep këtë mundësi me kanë se populli amerikan e bashkë me dhe kisha me thënë, ashtë tanë bota sa shembulli i demokracisë në botë Amerika feston 250 vjetorin e linjes të demokracisë të vërtet, i shembulli i demokracisë të vërtet në botë. Më keni dhënë vetë vërtet në Neronit, të më dhënë fije pjesë për me thënë ata përshtypjet dhe sentimentet e mia në lidhje me këtë festë. Të takon sepse ke dhënë kontribut për cilin ne do të flasim, po sigurisht nuk mund të sjellim të gjitha. Si e kujtoni fëmijërinë tuaj, ku keni lindur, po pse jo dhe për rinin, çfarë kujtoni në ato vite? Si kanë qenë ato për kujtesën tuaj, çfarë mbresa kanë lënë? Ma mërmenja si për çdo njeri në botë, fëmija gjithmonë e bukur, adin nuk matet me ata parametrat që ku rritën, adin në shtohen, bëhna matë komplikum në tana drejtimet, në dëshira, në nevoja, dhe fëmija është i kufizum, ka i paq, ka i spontanitet, ka një mirësi, kështu që si tana fëmijët e botës, edhe unë e kam pasi fëmijët mirë, edhe të bukur kisha me thanë, më ka lënë vetëm mresa të bukura të mira. Kam lejë po atjetë në Shkodër, jo di një histori që kena folë që masi ka him agja në burg, a kënë pa denun 46-ën, me pushkatim, po atëri ka kalu deni me përjet, edhe ma vonë, si që dini, ka kanë 30 vjetë denimi kapital, ma vonë është ba, atëhera 25, kështu që ka ba 20 vjetë burg, agja, Allah të janë ka dalë. Në atë kohë ka një turbulacion në Shkodër, baba largohet prej Shkodët, si me thanë, ma fort shtyhet, edhe se sa me vullnet mirë, edhe me kanë saj ka papunu në bank, ka kanë në punë si bankës, gëtë kohës të Italisë,
i kanë thënë një bankë që ja kanë Sicilbi, ka kanë një bankë italiane. Atëherën i kanë thënë që e kanë thirrë për ushtar. Mirë po baba ka kryu ushtrin gjatë kohës të Italisë, edhe i ka thënë unë e kam ba ushtrin, i ka thënë nuk e njohim më, duhet më ba për. Atëherë një për aty në personave kur e ka marrë vesh i ka pas shkollën e mesme në atë kohë me pas gjimnazin e Shkodrës, sa kanë Gjamalle, i ka thënë Mark, ndaç për mi i kushtrisë, mund është vetëm për mu ba mësus, edhe ka shumë nevojë për me kanë mësus. Mi po me kanë se si e keti atë rrethanat familjarës që kanë atë kohë, vetëm shkolla fillore, nuk mund është me kanë një shkollë të naltë ku mund është me ba efekt propagandistik, po thamon. Kështu që e kanë marrë dhe e kanë qunë për shkopi, në Dibër. Ka kanë atje në Pocest, Maçellar, e ma fonën për shkopi, ka kanë aty Tajidin Shehu, ka kanë Shehu aty që i baba i përmente me shumë respekt e familjen tyne. Atë janë 1947 është martu, është fejua martu me nanën, e gjithashtu nana në Shkodër, edhe kanë shku atje në Pocestin Maçellar. Atje ka linë Izabela, motra Mallën, 49, atje Leonardi në 51, atje ka linë edhe Paulini në 55, ka linë në Peshkopi. Atje ma vonë baba ka kërku për marrë në Shkodër. Mi për nuk kanë mujtë me nalë, sepse nuk ka ka një denum ose do thënë juridikisht, nuk ka ka një internum. Zdja këtën a kanë si faktikisht a kanë me largu prej Shkodrët, edhe nuk kanë mujtë mja mohu, edhe e kanë leju, për nuk i kanë dhanë shpi. Edhe i kanë thënë të smunish me kanë mësuse në qytet. Edhe atëherët shojnë në Velipoj, edhe ka kanë Baks Triollit, aty në Velipoj ka kanë shkolla fillore, edhe ka pas edhe i dhomë aty ku ka nejtë familja. Aty ka nejtë baba disa vjetë, aty teknikisht, pa mërësi se nësë kënë të thashë, na kanë pa marrë shpinin në Shkodër, këna nejtë të dajat në Shkodër, një mënyrë, a i kam lejnë Shkodër, por ba me kanë me shikju adresën e gjithë qa kam lejnë Baks Triollit në Velipoj, në kjo se do na mi nejtë korrekt, mi thanë vend linja ka kanë aty. Adhen, deri që jam ba unë, duket ka nejtë baba 4 vjetë, 5 vjetë. Ata në kanë shunë rjollë të malësis, mireq, prep ka nejtë atje në rjollë, ka nejtë edhe atje disa vjetë. E majmen kur vite baba prej atje dhe do të shkote 2 herë në një javë ka ardhe në shpi, se ka nejtë anë. Adhe ma në fund kërët, para se me dalë në pension, 75 ka dalë në pension, ata mund me thamë 10 vjetë e fundit, ka kanë në gutësi të re, a një katon që ashtë në periferi të Shkodrës, ma katoni i dytë, a gruda të vjen gutësinja, të vjen ata grut fusha në rrallë. Aty ka nejtë, kanë emigrandat që kanë për gutësinjit, edhe aty kanë pas, mundë me thanë, janë e atë që e kujtoj mënyrë të jashtë zakonshme. Në atë kohë, a kanë pa kanë në Shqipëri ka kanë që ekonomia nimse për shkollat në periferi, edhe ka pas tokë. Edhe do të thënë mjellë të baba, fruta, ka pas pem frutor, po ka mjellë edhe kalamoq, ka mjellë grunë, theken, edhe atërë në shqitet e shteti, pra mërë të shteti, atërë ma ta pare, mu ble librat për fëmijët e këta se janë gënë edhe të dvorfin, boje, pena, lapsa, kështë gjanash. Mi për në të kohë, baba të matë edhe, ka pas edhe i kopsh dvogël, që me edhe mollatarta, në bostan, kena pas qërshia, ka një kry vepër. Dhe thënë, ka një jeta ma bukur. Tanë verin e kena kalu atje të shkolla. Kur u mëllë të shkolla, në fëmijët, dhe thënë, unë e Pavli, atër ma vonë Roberti, Leonardi, po ma vonë ka shku në Tiranë në shkollë, ka në shkollë nërtimit, po aty e kena kalu komplet verin, ka nëndër. Atë në flashim një dhomë, që ka në klasë, a kuptën në i thoshim dhoma hartave, ma të baba do harta, edhe ka kanë si puna aventurit, ka pa goditi shtrat me drasa, edhe i vete firë, adin firi është shumë i mirë për shnetin, mra pa kam lezu, e mu shtat me firë edhe i vete, atë janë një si jargan, ka një jargan, edhe një aty flashim qarqafin, aty flashim unë e Pavli e Berti,
E ka kanë një bukurie madhe, me kishim I qenë aty, ata shokte, me shku në vit vraks mu laje, ka kanë gruda edhe gucinja, ka kanë prall, ka kanë si me kanë kopshti e denjit, ton llojet e pemëve e frutave që ekzistojnë. Ato qyshin baza prodhuese Bravo. të shkollave. Dhe në ka kanë mi fjallë, kanë tona këta gjanët mërkullushme, dhe thonë, me gjana organike, këta shikujtoj, ka kanë koha ma bukur, ty lujt futbol, ty lujt ata me fmit, ata luje mosëndze, edhe në ka kanë dë lojna, me shku mu lasit, tha që ka kanë koha ma bukur. Ma beso kur visha në Shkodër, mu dukte se kam I prej Parisit e kam marrë dikun, duke qysh atëherë më ka met, që unë gjithmonë e kam qef katonin, kur s'kam kanë mik me qytetin Ford, nuk se kam pas një këtë, për gjithmonë ka për qy katoni. Bile e kam pa këtë mërapallë, kur jam ba prifte, më ka të gjunë këtu në Amerikë, Niri, në Dryden, në Kejpekin, ata jam knaq këtë, se isha qef me katonin. Ka kanë me të vërtet një fmini e bukur. Thaq, jeta fminor është e rrëthume, është shumë, nuk ka dimensionet mëdha. Pra do thënë aja jeta jam e ka kanë rrëth një ti gucin stërej, ma ta shok, si të thaq me lumin e vogël, edhe jo me I pull, jo me I vë, jo me marrë I qërshia, I vujlia, I bostan, I da gjane shtu ka kalu, ka kanë fminja e mërkullushme. Mandej pasaj ishte rinia shkollimi, gjimnazi, sporti, I një marrë me sport, edhe për këto mund të sillni. Po, kur jam ba 6 vjeç në atë kohë, ka kanë 7 vjeç me hinë klasë parë. Dhe o thanë, ka kanë aja mosha 7 vjeçar me hinë klasë parë. Mi po, këta Izabela, Leonard e Paulini ishin në shkollë, edhe në shkoshin në shkollë, nana në punë, baba pa tjetër shkotin në guci të re, dhe o thanë me studentët, kështu që mund të kote me najtë vete më shpi. Ja këto një vogël, 6 vjeç, edhe I thot baba nanës, po marë Fredin me vedi, për gjithë ditë mërë të në biciklet mrapa, se sa kanë lërga të në 4 km, 5 km, s'di sa ka kanë gucinja, edhe thot po fosën klasë të parë, po vesi një gjusë. Gjofë se nuk ka me ecë mirë, atër në kena me shtit e shkolla Vasil Shanto në Shkodër, kur të bajnë 7. Gjofë se po ecë mirë, po janë atë diftesën edhe fusën dyte. Edhe duke të ecë mirë, se atër kam hirë, kja është arsyeja, se kam hirë 6 vjeç klasë të parë, dhe në 7 vjeç kam kënë klasë dytë. Pra gjithmoni kam pas në shok të klasë, ka kënë datlinja 56. Edhe nërkohë që jam kënë 57, tanë ata shok se kam kënë një vjetë pak ma për para. Edhe jam regjistru dhe më thanë në shkollën Vasil Shanto, që është afer Fretnive, ka kënë dikur shkolla Fretnive, taman që është në Shkodër. Kanë mësusat gjithmonë mërkullushëm, na I kena njoftë, baba I ka pas dhe më thanë njoftën si kolegë. Shkolla ka kënë një bukur, kam kënë vitin në klasën e 3 fillore, kur kishën e Shënkollit në Rus, e kanë pa këthy, e kanë pa prish, dhe më thanë prish kompanjelin kërët, deformu pa tjetër, vetëm kishën e Rut Polazin ta, e kanë pa ba palester. Ka kanë palester për gjimnastiken, aty ishte grupi gjimnastikës I Vllaznisë. E atëhera një shkote I shoki joni, aty që kina pasi kujshi, shkova I ditë me te, e më pelqevi shumë. Kishin atë qëlymin, kishtë arë prej kinet, ishte si sfongjer, ata hekri, paralelja, unazat e këta gjanat, edhe ka kanë bardhi, ka kanë e trajneri, edhe ishin edhe dëtë mosh temi, thëma, mune mu banë gjimnast? Po, thotaj. Adin mune shkur dësh, kemë ardhë nese, vetëm kemë ardhë me babën, adin erdi baba, sa me unë registru. Adin prej atë ditë e deri që kam marru shkollën klasën e 11, kam kanë në gjimnastik me klubin e Vllaznisë. Adin ma vone kam lanë, se kam pas një aksident, kur jam kanë klasën 11, jam bardzu prej hekurit, theva dorën edhe, edhe kaloj një vjetë për mu recover, u rrita, se kam ka një shkurt, kur jam ka me gjimnastikë, se gjimnastika gjithmonë një matë shkurt njërzit. Edhe atër ma vonë, kam fillu mu marrë me note me gjana tjera. Se ishte jeta në Shkodër në kohën kur u hoq feja, edhe ju keni përjetuar edhe këtë rastin që të reguat që kisha u kthyen palestër. A
Kishe ti në atë kohë një perceptim çfarë po ndodhte, qoftë njësim nga familja ose nga shokët e tjerë? Prep është të mosha, duhet me llogari, kam 10 vjeç, jam kupton kur është prish kisha. Se kur ta bëj këtë pyetje kam parasysh edhe memorien time për atë periudhë. Edhe nuk kam pas atë pak të më kujtohet shumë mirë për me hi thellë, për me kuptu çfarë dami ta ba, e dalloshat e babat e nana, a din e dallosh si ka me u ba, në atë shqetësimin, ma shumë ja gjyshja, nana e nanës teme, aja ishte mësu me shku në kish, e më ka pa marrë disa herë shkoshim në kish me te aja, më ka pa qute Monsinjor Qoba, kam pa marrë kunimin e parë dhe jam pa, po nuk jam gërzmu, se duhet me kenë, do të thana mëll kisha kur ka ardhë mosha, për mu gërzmu, po e majmen të kisha amale, pa katekizëm, nuk kena pas katekizëm, e kam fjallin me shku fëmijët, me mësu prifti, vetëm kena marrë kunimin e parë, kam shku shpesh me nanën, kena shku dhe te kisha Shënkollit që thaq u ba palester, adhe ma vonë kisha malë u këthy u ba palat sportit. Ashtë përqendru në atë kohë, feja mune me thanë ka këtë ma fort e përqendru me te festat e mlaja. Krishtlindjet, Pashk, e majmen Shmarku, ka kanë baba, ka pas emnin Mark, dhe më thanë për Shmark, adhe nga ka nardhë miqe shok, për emen, nuk e kena festu datë linjet, në atë kohë sa kanë dita emnit, ma shumë a festu dita emnit. Edhe nuk kam pas një mërest malë, vetëm si të thashë edhe herë, festat e mlaja, me tesha të reja, vishin njerëz, me hangër diqa ma të mirë, ma të bukur, edhe nuk e hapshim, por për pësi fmi nuk e kena ditë për mu rujt e mu ba, kena dalë e majmen për Pashk mërsha i qantë vogël, kishim ata vëtë, mrenë. Në Shkodër, ka i herë me të thanë drejtë në shpirtit, për të thëmën edhe egzageroj njerëzit, adhe nga kanë frikat, ka pa ditë babat, ka pa ditë vlaj, mundë që ka pas qëra është, nuk kam pa një gjanë një herë, kena bajagi kena në të kohë, fakte në të përshtypim, kalan në të rrethin tonë familjar, në të pelgun, e shoqnis babësit, nanës, dajave, të agjave këta. Në është ka kënë si pun island, adin ka kënë një iso jishullit, po jam një këtë që normal nuk kena pas, se kena pas një fri me fola, me thanë diqa. Pa tjetër me shoke, me ta se kena ba në shkollë, por në atë ambientin tonë, bajagit lirë, kisha me thanë. Do Fredi, kur e ke ndjerë për ardhë parë thirrjen e Zotit për të bërë shërbësi ti? Bravo. Dhe si ndodhi në këto raste? Si ndodhi, është... Nga ana teologjike, si ndodhi? Si e shpjegohet? Juve si ashtë. Ashtë aja prirja që për unë në besoj pa tjetër në Zotin, në duhet me besu çdo njeri që vjen në këtë botë ka i mision. Absolut. Për menimin tem. Atëherë se si e kryen ti atë mision, e ke atë vullnetin e lirë. Mirë po ba me mujtë çdo njeri me e gjetë cila misioni jem, edhe në njetë, edhe me fillu me vazhdu, ka me jetu në paqë, ka me jetu në gzim. Kjo se ka me ba një zgjedhje vetë, për atë që adonaj, ose dishërnaj, nuk asë se s'ka me kënë një gzum, për nuk ka me realizu kurat gzimin, që na jep Zoti qysh për fillimit kur na bjenin këtë botë. Ashtë dikush i thirrën me kanë politikan, a dikush i thirrën me kanë muzikan, a dikush i thirrën me kanë prift, me kanë babë, nanë, me kanë single, adin me kanë... Shumë mirë shpjegon, falenderoj. Janë gjana, mi për tanë problemi është me mujtë me kap, me dalu edhe me i nejtë asaj. Po aja është knija e parë që thaqë, nana në ka nejtë ma shumë afer, baba në ka ba i fje katekizëm, kena pas liber të vogël për historinë e Krishtit, adin e të judejve, adin por nuk ka një gjatë që ka lanë një mërest malë. Vetëm kujtot të testamenti i vjetër Jozefi, që e kapin vllaznit, sepse Jozefi kishte prirje për me, ka kënë si mistik, ka pas prirje për me analizu edhe për me dhanë kuptim andrave. Edhe atë një ati e do të fort, pa ata vllaznit e ti, 12, që ishin 11 vllaznit, ishin gjeloz. Edhe se baba i bate ma favore, kur të rritën nëpë, shkurt ma beti vendosin me vra, mi pa të njeni prej vllaznive, nuk po vrasim, po shesim, kësho ja shesin një Egyptianit, a i shkon në Egypt si fmi,
edhe arrin mu ba një shoku ma i ngusht i djalit faraonit, edhe ma vonë faraoni e ven për tanë ekonomin e vendit, që si me thanë, ministri i ushqimeve, ministri i ekonomisë, këtanë. Edhe atë mirë, po më ka pa me të përshtypje, si mundet vlaj me shit vlad në vogël, ka pa me të si me në këtë zaharoj korë. Por, në mi fjallë nuk kam kanë fort i thellë në atë drejtim. Nana në ka pa mësu me thanë në ratë, sidomos para si më ra me fjetu, do të në ka pa mësu me thanë 10 herë, o i lumi Jezu Krisht, zemër bute i përvujt, banë që zemra jene, ti përgjajnë zemër stane. Edhe i thoshim, po ba me të zanë gjumi, thote ba me të zanë gjumi, kanë me vazhdu e në gjithë. E ishte gja punë. Po trakitja, si terri firja. Ka kënë tash kam kënë, me të thanë drejt, nuk mune mi avu pike, veç kam kënë 14 të i ba 15 vjeqë. Adin në atë ko. Ju e dini prej Erik Eriksonit, që është një prej psikologëve të famshëm, a i ka ba një libër që quhet Stages of Development. Është shumë i rëndësishëm, është shkallat e zhvillimit. A i thot që një njëri kur lende 7 vjeç habeb. 7 vjeç fillon arsyja. 7 den 14 je fmi. 14 fillon, pra gjithmonë 7 është ai numri perfekt, 7 ditë e krijimit e tana. 14 fillon me dal mjekra, fillon me ba. 3 herë 7 a 21. Erik Eriksoni thot 21 vjeç a koha kur na plak na ma shumë se kur. Një atë ftyrë që kene 21 vjeç e kena ta jetën. Kur je i vogël, fëmijë, mund është me pas këtë rëmullak, mund është mu bajnë gjatë, mund është me nërshu gjithë qa. Ate janë bami i vure e shumë e rëndësishme, po çdo në më një aty. Se nuk më falë do të bëjnë ndërhyrje këtu, se nuk është rëndësishme që këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës, kur mbush 21 vjet, ke drejt pish pi alkolike. Po, janë të lidhuna shumë me këtë. Pra, dhe më thënë, vinë gjithmonë kur kalohet prej një shkallës, zhvillimit të një shtjetër, shoqënohet me krizë. Se ti një farë mënyrë nuk ke dëshirë me shku manëlt, ke qef me netë ku ki kenë. Po ja, atë eksperiencën duame, si ndodhi ke juve? Se një aty du me dalë, pra kur shkon prej një fazët, zhvillimit të një fazë tjetër, a një moment krizët. Ti e din... Po, absolutisht. Po, 67-42, që i thonë midlife crisis. Po. Një jashtë momenti kur njerëzit kanë shumë bezdime e pranu që hinën në rrugën e pleqnis, dhe me netë përptaj rinia, edhe krijon krizë të njëna vetit, se njën, pra në kjo se shefi burë, që ashtë 42 vjeç, 43 vjeç, vesh pantalona blue jeansit, holla, adin lynë flokët, ma shkon me djelë tri, adin e këtana, aja ty e rezistu, nuk dënë me pranu, që duhet me shku një fazë, edhe aj mundet me kalu në kriza, që janë kriza psikologike. Njëjtën gjë është kanë të unë. Mrapa kam pa, kur kam studiu në Amerikë, 14 të ju ba 15. A kupton, a një moment që përpëthu jam fëmijë, po përpëthu jam djallë, tash e ju ba adolescent, je djallë i ri. Zdi jam kupton, nuk mundesh me nga vrap në për rrugicë, si ke nga ashtu. Edhe njëtë kohë ka kanë për herë të parë, që ka kanë një pyetje, që besoj se çdo njëri në botë e ban atë pyetje, një pyetje fundamentale që më ka linë këtu mërën. Kja unë për vedi nuk i vënë, thëmë zoti, se s'mundet marrë ka në intelektuale, nuk është intelektuale, është shpirtnore. Kam thënë me vedi ka që edhe më ka të rëndit e majmen, që është jeta? Pse jena në këtë botë në? Ka kena ardhë, për ku kena ardhë, ku shkojmë? Adim, qa suksesi, qa familja? Për herët parë kam vu qa shteti, që di jam kuptën, futin tana këta nocionet e hatashme. Mi po e majmen ka pa turbullu, se u munosha ma të menë teme, për më mujtë mi dhanë zgjidhje, po nuk ishin ashtu me taman, si i thonë në Amerikanë, adin quenching, adin me ta hek shujtjen e me besu. Adin në atë kohë sa kanë edhe kulturë fort, a kanë si tabu me folë me babën e me njërzit, këta gjana në është ta me i shok, po shok si ishin kërkun, priftat s'kanë egzistu, në është ta me pakenë sot, kisha me shku të i prift, o motër, morgesh e tana. Adin e majme një aty kam fillu me ledzu.
Ade dosha me shku të njerëz që ishin të meqëm, Tolstoj ka kanë për mu të tapë. Dhe thënë ka kanë mojë mërkullu lufta a paqat, gjithë që a kanë unili. Dhe thënë Tolstoj ka kanë zemër teme komplet. E për asaj, gadi po të thush, kërit letërsia ruse për para revolucionit. Zia, me Lermontovin, me Pushkinin, e Çanishevskin, gjithë që a ishte e asaj kohët kalu me Pushkinin, e tanë Gogoli, tanë ata dhe thënë Kuprini, janë kanë shumë do shkrimtarë të mërkullushëm. Adhe janë Charles Dickens, ka janë jashtë zakonshëm, Pirandelloja, maj me novelo për una, novelat e një vitit, e më rranë pëlqete shumë Hugoj. Mi po tanë të që më pëlqeshin, kishin frym, ma vone kam vore, frym fetare. Për shembull Goethe nuk ka frym fetare. Goethe është produkti i revolucionit francez, shumë i kulturuar, adin shumë i ditun, po jo jurt. Urtia është ana shpirtnore. Balzaku, ka kanë si Goethe, që më pëlqete Balzaku, të meqen, po jo turt. Dhe janë kuptën Prospor Merime, tanë të që kam një kurse të Charles Dickens, shifsha ata dozat e shpirtit. Dhe adën Charles Dickens i për mu ka kanë diçan midis, ka pa shpirtnorin edhe të dyja të kombinume, po jo në shkallë të kërit nalë të anën shpirtnore, por shumë bukur. Mi fjallë tanë të letërsia, atëherë kam fillova me lexu gjithësha, Sukuntalin, Grekte, Turqte, Japoneze, tanë qado që ashtë përkthyn ju Shqipe, e qado që mu isha me gjithë një italisht. Edhe kam pa marrë atë janë disa një fletore, që i blesha dhe kur ishte një i thanje e bukur, po qa e shkrusha në fletore. Qa ishte thanja bukur? Aja që mu fqete mu për atë pytin që i kisha ba vedi dikur. Zdja në kuptën me thanë, qa na duket ne di qa bukur, një që të vlen ty për momentin. Kjo se ti e një nevoj shpirtnor, ose intelektuale, ose materiale, ty të pëlqen shumë një thanje e një njëri të malë, kur ta ushqen, ose ti i lëshon i hel drit, asaj pyqjes që kemë rënë. E da në me thanë në banat. Në atë kohë, adhe janë ushtorë rrita, u qetsova. Adhe në marrë shkolla mesme, kur marrë shkolla mesme, adhe janë më qunë të fabrika e këpucëve, u do të me ba, kam punu adhe të fabrika e këpucëve, në janar 79, kam shku ushtar, në pridhën e mas kjo shagabim, ka kanë termeti i 79, që ka para të Shkodër, e kam diftu edhe të zotni Fevzio, në atë kohë që ka kanë termeti vlajem i mali, që ka pa maru shkollën, teknikumin e nërtimit, pra ka kanë shkolla mesme, e nërtimit, e kam pa të saktu lagja atë edhe një 2 vetë tjerë, për me shku në për shpia, të damtume me ba njësoj preventivit. Si me thonë, kja shpia damtu, do një kaq pare. A i preventiv atërën, u qotin lagja qotin komitet, komiteti në shtetat në Tiranë edhe qa mundet me një mu. Ka hinjte shpia kësaj Luqe Shkjezit, aja ka pas një valigje të mshehun me librat në lumë. Se ju e dinin, në 68-ën ka da ligji, mësja mëll kisha, fe dhe agitacion propagandë. Pra propaganda për fen, ka kanë 7 dhe në 15 vjetë burg, kjo fse ki fol për fen. Zefleka, për shemull, ju kujto që ka kanë i kongë që thote që në gji vogël pëse me nushëm. Zefleka ka bate, ka hinë burge, vetëm se i kanë gjithë një liber, Quo Vadis Dominus. Edhe sot ajo është qarkullon në YouTube. Po, qarkullon për, ka kanë një muzikant tepër i talentum, ka kanë shok i babs, a i ka pas shumë shok, po do thënë, një, që baba e ka njoft, ka shku mirë, futen burg, adin që i gjithë, pra ka kanë i ko vishtërsiet, aja i kishte marrë libert e në lumë, edhe i ka futen tavan. Po në atë kohë tavanat shumë prej shpijave kanë me kalama, edhe i kanë vu gëlqere, adin atëre kanë lydë bardë. Kështu që kur ashtun, ashem aja, ka aja valigja poshtë. Po valigja ka kanë drunit në atë kohë, janë kanë kauçukut ose me lkurja. Që në rend. Bravo, në thy, a danë janë shpërda librat, edhe a jem vla, ka pas i fje plune do debrisi, thonë,
gjana sipër, e ka marrë në ardhe njenin për aty në librave, e ka hapë. Kur e ka pa, e ka thënë, unë idhi Jezu Krishtin, si mas Mateut, e butume në Prag, 1890 në mas Gabosha, edhe ka kanë deluxe. Do thënë, ka pas kur e mëll librin, faqet kanë këtë me argë, si të verda. I ka thënë, Luqi da mune me marre, Luqi a ka lani, ka thënë, mërri, ka thënë, e të një movë zoti. E ka ledzu Leonardi, pa tjetër se me ta mëna shumë shpirt në ora i vlajvi jem në prashtu, por shumë i dedikum të feja, të mira kristiane. Kur u lirovon prej ushtet, mua vitëm tha, unë e di fërë tha se ti ke shumë qef librat me ledzu, ledzoj e këtë liber. Ledzoj tha prej fillimit dhe në fund. Masu dekora jo, tha se është gjun hajfije vjetër, nuk ashtë ta i stili i nalti Tolstojt, adin e Dickens dhe këta, janë shprehet e shkurta, kapitujt, e të anave që ledzoj prej në fillim dhe në fund. Në kjo ofë se nuk ka me të pëlqy. Për hatër tem, tha ledzoj edhe i herë. Ate e banë qatë dësh. Aja pamërsi se të thaqë, kur kam ledzu këta humanistat, dhe o thënë humanist që janë, gjithë qa ledzosha, Kierkegaard, qa do që gjesha, adin ma shumë gjuhën italiane, që kanë kënë, dhe ma kishin qetsu zemrën, kishin bajagim disa pytjeve i kishte hi dritë, po nuk ishte përpa aja që taman me më knaqë mu, kur e kam lezu një dhe nga kërë gjithë qa. Dhe thanë veç ka hi dritë për mendimin të mpo shpjegoj mënyrë, se s'di si mi thanë, ka hi dritë një jetë komplet. Edhe më kujtohet mrapa, kur kam ardhë në seminar që kam lezu Shën Agostinin, që që thot Shën Agostini, është shumë interesant për mendimin tem, gjdo njëri në botë duhet me pas parasysh i këtë. Shën Agostini thot, hiri i Zotit, pra hiri i Krishtit, the grace of Christ, perfects nature. Hiri i Krishtit e perfeksionon natyren. Natyra është e bukur. Natyra është e bukur. Ba me ka një njëri në botë që thot, ka ana naturale, i ka gabim, atëherë na jena ty gjiku Zotin, sepse natyren e ka kriju Zoti. Krishti nuk ka ardhen këtë botë me gudit natyren. Se të gjofë se garë me gudit, do më thanë a ba gabim, edhe karë Krishti me fiksu. E të gjofë se a ba gabim nuk a Zot. Ashtu si e kuptojmë na. Pra natyra është e mirë. Por hiri i Krishtit e perfeksionen në banë perfekte. Për shembull edhe njerëzit para Krishtit janë martu. Hiri i Krishtit, si duhet kuptuar për shumë njerëz që se dinë që është hiri? Hiri është aja, dhe o thanë, kur jetu, kur e lexon unidhin shajt, kur e përvetson e bantamen, pra nuk e shikjon kane, nuk e lexon intelektualisht, po edhe shpirtënore, në shpirtënore. Nuk është materiale, është shpirtërore komplet. Bravo, do me thanë, prej trunit, mi thanë anglisht, you let it sink in the soul. Pra, tanat shimër në përmjëtanës intelektuale, e len me shku me ra, me zanë vendin shpirt tanë, edhe me transformu. Pra, len me punu, është një reakcion kjo se mune me thanë. është një reakcion. Edhe në atë kohë që fillon mu ndryshu për me marrë ata format adin kristiane, një jahirë. Nuk e shef ma botën ashtu si e ki pa me synin natural, edhe të arsys, po fillon me pa me synin kristian, me synin e dashnis, me synin e mshirës. Kurse me botën humane, na shofim natyrin e botën e gjithqa me synin e drejtësis. Pra kena parasysh ligje drejtësi natyrore, adin kena drejtësi natyrore, mi pa është një drejtësi tjetër që është kristiania. Një vend Krishti thot, nuk ka marrë thot e këtu për mi ullan drejtësin, po mshirin e dashnin. Pra gjithmonë është për më shku për me dashni, dash njërzit edhe për ata që bajnë gabime me pas mshirë. Kurse testamenti i vjetër, e zakonisht prej natyrës tonë njërzore, është drejtësia. Pra ne në Shqipni i ba me vore, adin gjithë qatë që i shofi ba një atë pështetu në atë drejtësia, nuk e i drejt. Në limin në po mshira dashnia. Pra edhe njërën, kja është hirë, me spjegu hirin, është jasë zakonisht e zorshme do në kohë, mundet me shku të katekizmi, i kisë katolike, ka ata preferentë, por hirë është kur ti fillon me shikju botën me një sy tjetër.
Pra, ti nuk jetu i kërku dritë, pra nuk jetu i shku me kërku dritën në tërë, po dritën e keti vetë mërën, që e ki marrë në përmjet Krishtit, atër e hape e shikën tjetë, e shikën situatat, njërzit, gjithësha. Këtu nuk ka se një që ka hirin e Krishtin nuk din me dalu të mirën për e të keqës. Nuk ka puna se i gëzohet keqës e ban barabar të keqën me të mirën. Por mundot për me transformu të keqën e me ba të mirë. Do më falëri që të vlasësh për periudhën e fëmijërisë të rinisë, këto janë kujtimet gjata, por ne do të përqendrohemi edhe tek disa momente të rëndësishme të jetës tuaj dhe konkretisht cilat ishin motivet, rrethanat që ju vendosët për të larguar nga Shqipëria. Cili vit ishte? Në 75 kam marru maturën. Edhe i bana dokumentat si tanë, e di isha me 1.000.000% se s'laj me më shku në shkollë të natë. Edhe në agjanë burge, baba në burge atë ma vonë ka një dhe Çfarë dekesh kishe qef të vazhdonje? Unë gjithmonë ka pas qef me gjenë doktor, por nuk e kisha që doktor ba me vure kur shikoj tash mrapa, se ashtë e përzime, kur je i ri, ashtë edhe ja dëshira, po ashtë edhe ja prirja jote natyrore. Ka ana intelektuale, kam qef mu vesh ma të bardhën me pas stetoskopin, doktor Kalla, i zdia, doktor si, zdia, më këpëtën janë ata andrat e rinis, po që nuk ka lidhje me natyren, po në nanën tjetër, ashtë shprejhela ja mrenshmja jemja, që nuk ka ardhalat e kushjenca, aja që ka kanë me një mut tjerë. Ma vonë ashtë shprej perfekt të priftnia, se në fundit priftnia është shërbim. O, absolut. Priftnia nuk ka se, gjdo njëri në botë ka qef me shku në Paris, Paradise, kur desin. Po nuk jam ba prift, se vetëm në përmjet priftni shkone në Paris. Në Paris shkone edhe i burqja i mirë, i babi mirë, i bashkëshort i mirë, një njëri mirë. Priftnia është për me i një mu njërzit. Gjithmonë e kam pasë në zemër këtë qefin për me një mu. Kam një knatësi, kur kam lanë, i kjo është ai vokacioni që i thëmna, aja thirrja. E majme në librat, jo që e në një moshe, kanë shtrajt librat. Edhe majme ka pa lexuar një Tolstojt që ka kanë ringjallja e Tolstojt. Edhe më thoti shok jemi, më thoti mu, që e tu i lexu, isha ushtarë, i thëm jam tu i lexu i këti, kusha këtë Tolstoj, qa Tolstoj, nëse i thash dë gjana për mja rrita tapetitin, a dëshinë me lexu. Ata lexoj thonë, po mor, unë e kisha lexu 2 herë, dhe në që një aty në shtatë, kur ishim ushtarë. Edhe i adhaç librin, i thash lexoje. Thash edhe herë, njerëzit ta kanë keq përdor librin. Kur ma vonë, mos në 2 ditëve, e shof këtë i lexu librin, edhe i tjetër po lexote librin. Edhe kjo e kishte shky për gjys, ja kishte dhanë gjysin ati i shokut. E po lexote i këtë gjysin. E pashe, me thash me vedi. Anyway, pra, prep nuk u bana maraz, nuk u mërzita, se thash do me ditë. Dhe kam pas gjithmonë qef që me ditë. Kështë e bëjnë, njeri blidhe një libër, tjetër blidhe një libër dhe i ndronin. E ndroshin. E kam vure edhe tash kur jam, ba me shku dikon, me më thanë ti për shemë, do me shku në Roma, din me pa, me vizitu. Nuk mundë me shku vetëm. E du i njëri afer, mi tha që sa bukur kja e më rrallë. Por nuk ka puna vetëmis, si njëri knashe, por kja është thellësia vokacionit. Shifet ju, për shemull, që e një ba ushtara, po thëma din. Për mu, ishtu si të një fund, ti se ki pasi në shpirë të ushtërin. Të ka me të ndorë, zdi jam këpëtan qatë, po thëmë unë... Jo, ishte një formë edhe punësimi, ishte një formë lëvizje. Bravo, po me punumër, pa diqa. Po ba me të pyt vetë atje thellë, me të pyt atje thellë, po që për shemull tje 1000 herë ma të me komuniku me njerëzit. Ti kishe me kjanë në Hollywood, me ata kamerat, ku që di, e kam fjallin, kjo a perceptimi jem, se nuk jam të marrë një intervjist. Jo, kuptoj. Adin, shumë njerëz që i kam pa, nuk e bajnë njatë, që janë vetëm anë të thirën e mbjen keq. Për shemull në për këta zanadet, adin që thojnë, adin qëfar zanadet kisha ba që isha knaq, marangoz. E kam pas shef drunin me limu, me vu dyrt, mi ba kështu. Kur s'kisha pas shef me kanë bojnagji,
o murator, o mekanik, o ashtu që banu NASA, i kena pa thënë argjentar, ose kujgjim. Argjentar, po. Po, që i fiton pare, kur s'kisha pas qef. Adin, po, kja është kuptimi, i kja është sekreti i rinis, me mujt me gjetë. Talenti, prirja. Po, bravo, po në atë kohë nësë në dhanë mundësi. Pra unë e shkruva atë për me shku për doktorat, atë u do të 3 me vu, atë ne kam pa vu tjetër për piktur, kam kanë dashamiri artit piktur, kam kanë edhe sot kërë shof mrapa, nuk kam pas një talent jasë zakonshëm, po kam pas një talent me maru i shkollë, me maru i lice, mu baj mësus vizatimit, dikun një shkollë 8 vjeqare, aty ishte ai qëllimi, po kur s'kisha mujtë mu ba piktor si janë ta tjerë, atin që kanë Salish Jakue, që kanë këta piktor të mlaj. Por, u pa tjetër nuk u pranuaja. Atëherë kam përsërit edhe në dytë nuk u pranu, atëherë edhe në tretë nuk u pranu. Atëherë ka kanë kryetar lagjet, një mik i babs, ne kena thënë marktari, po janë dushaj, atëherë prej hoti që ka kanë kryetar, shko të mirë me babën, këshin kanë një mosh. I ka thënë i ditë Marku, i ka thënë Mark, i ka thënë Fredi aty i pru, ata kërkesat për në shkollë, ti e din që nuk mundet me shku në shkollë. Më vjen keq, adin se i ke djelë të mirë tana, por nuk mundet. Por në kjo se ka mu hap një rast, për një gja profesionale, kam me thire, kam i thana, ke qef me shkujto, edhe u hap atëran për hekurullën, e më tha dojnë me pru hekurullën e në Shkodra, ke qef me shku, edhe kena pa ba një kurs 6 mujor në Durrës, edhe kam fillu me punu në hekurullë. Pra kam... Sa punë? I kena fillu prej fillimit, i thonë Rusi i shinave, që në rënë shinat, atë janë manover, është për me lidhë vagonat, pra kur vjen një vagon, duhet një avuat ganxhen, atë është shumë kujdes se mund është me dek, me të zamë të reni, tana atë është me të atë janë të magazinat, tana, atë janë në fund, ka kanë që i kanë thënë me inspektu shinat, se fjallën e ka të madhe, se inspektor, por shkurt më abeti, kur kam kanë në Kuplik, kur ka ardhë një tren prej vraket, për me shku në Bajz, a i më ka marrë në telefon, a i inspektor i vrakës, edhe më ka thënë, du me njës trenin 225, a mune me njës? I kam thënë, në ku do me vequ? A vjen në nalet të stacioni jem? Jo, ka me shku në Handhoti, të hot, ma në Bajz. Ade i kam thënë, priti minut, edhe kam dalë prej zyrit e kam rru shinin, a këtën që mu vu, jam kontrolu se ka herë mundet mi vuti ku shigur, e kur në rëndë del tereni jashtë. Po, rëndësishme është të punë. Shumë të rëndësishme, mi pa pothitet mirë, i kena qitë voj me rëshita ja kure e ki ullat bram, ato me nejt aty afer, që dhe që të kalojnë treni se të alot i fmi, ose me e mujt me e pa me sy. Kur i kam ba gadi tane, kam marrë atë The Boys, atë një kam thënë këti, po mund është me një trenin. Atë kena pas i liber, kam thënë, e kam thirë ganin në orën 11, ma ka dhanë lejnë me një trenin 11 e gjys, trenin më rritin 12. Kur kam rrit trenin, kam shku në fund vagonave, kam pa ka një shanje kuqe, natën ka një kanil. Edhe a kam rrit se në është a këput vagoni, e kam jetë në rrugë. Mi po vjen treni tjetër e i bjen. Kështu që a dasht me shku deri në fund e me e pa. Atë kur ka pa, unë kam thirë atë inspektorin e Bajs. E kam thënë, a mune me njësë këtë tren me këtë numër. Sa vjetë ke punuar në këtë punë? Kam punu, do të thënë, 1984 kam fillu punën, dhe 1990 që kam ikë. Do të thënë, 6 vjetë. Kur e ka marrë, i kam thënë, a mune me ta qu trenin, i kaqë. Momentin që kam njësë trenin, e kam marrë këtë vraks. I kam thënë, treni më rriti, gjithë qanë regull, e ka shënuaj. Alaj më ka marrë telefon, treni ka më rriti, gjithë qanë regull. Në kjo fësa i ka thënë nuk ardhë në vagoni me shenjë, atë do është me e të skamun, ose dikun ose me marrë një lokomotiva i ka pas, se unë s'kam pas lokomotivë, sa kanë stacion i vogël aty veç. Për atë kohë ishte punë e mirë, apo ishte mërzisime? A di që më ka pëlqy mu shumë, që më ka pëlqy shumë se ishte 12 orë puna. Kam kanë jashtë, thashë dhe nuk kam kanë qytet, ka kalu 2-3 në ditë. Vetëm ka kalu e kam pas kohë me lezu, aja ka e në koha ma vlesh me jetë stane.
Tanë ditën e lume kam lexu libra. S'kam lënë gjë pa lexu, ma beso mu. Kam lexu filozofi, shkencë, matematike, çado që gjesh, adin çado tamam si ajo makina që i grin gjithçka, adin vetëm me lexu. Aja ka gjatë kam pa fillu me shkruaj fije, kam pa marrë disa shënime do gjana, por ishte u sjellë të puna nuk mujt akor me hime ba diqa. Deri atëherën që erdhi koha 1990, 90-ën kjo si u kujtot, ka kanë 89-ën, tamam ka kanë një moment që Ramiz Alia tha nuk ka përgjes ma familjan kjo se dikush. Sepse me të thanë drejtën e shpirtit, kur jam kanë ushtar që ra tërmeti, kam kanë në pentarë, nga kanë pacu për me një mua ta katonit, aty anë që u të edhin jam marrë me nëtë, adin kam kanë me nëtë, vetëm me pahin bun, pa zjarë kryt për i ujtë kisha dalë një kustavi. Ishte gjysa bun se jo në gjysja atyne. Edhe kam kanë aty, kena lalë kam të adin. S'kishë në ndinjë atyre? Ja, zero, kam pak hek për i menit se t'internoshin familjen. A ka pa ik, nuk ka egzistu ma ja idea marrë atis. I du me pak kanë kufini s'kisha ik. Se qëfar lezë, ka e gzimi, me të futë tanë vlazit në burgën internime, nane, babe me, ti du ishku, ku po shkon? Dhe jam këpëtën. Kurse, në moment që e thajat, tash thaq, fillova plani me ik. Tash shkam gja. Edhe e maj me në gjithmonë e kisha idejnë për me shku ka liqeni, sa ma sigur. Kufini ka këtë gjithmonë i rëzikshëm. Kanë vu fushqeta, kanë vu midis, gjithë parë formash, gropa me ashish, pispils, kanë vu ka i midis për një ferë, i kira me kam, ka gërësit zile, to ka but, veni, ka i herë jënë tanë kufini, po dikun, kur i kanë pastruat brezin e atë ma, zonën kufitare, ferrat kanë shku i kanë vua për brezit but, a dash me hjedhe me disë ferrave, e kam pataku njenin, kur jam kanë Beograd, një për këtyne të ratisënve, e i tha që ka ke kalu në filanve të pusi, tha kur e kalovat klonin, pra telat me gjemba, hina tha ty ka dalë, kura vita tha, ishte turra ferrave, tha 2 metrë e nalë, gjanë bota me kaluan e. Ferrat thame, në është me vjetë. Mi bu të mu këthy ma pa po të kapin, a dhe tha kisheka një fanel që pa ta rëthova kryt, po këto atë e lakuriq, e jam fut tha si thion. Upe kam dalë tha nenën. Mi pa e kishtë edhe humori, tha që atër qanodhi, tha më qunë në spital, ka nërë tha një 30 infermierit të me e këtërë. Se që eshtë tani me piskër. Anyway, po, ka pas gjithë farë formë, po ujë ma duk mu me kënës edhe në tarë, edhe njët mrenë, adin, mu duk të, si me thanë, maj i sukseshë, maj i rujtën, adin ma tana. Edhe të fillova të me ba fiskulturë, ndimin, janare, majmen, sepse shpesher njerëzit mendojnë se një notar kur... Fillove po prekatiteshe për të varatisur? Po si ka pa thanë vlazën. Janar shkurt. Vetë fare ke ikur apo ke bashkëpunuar? Ma vonë me 2 shok tjerë. Por shpesher njerëzit mendojnë se kur ban distancat gjata, mendojnë sa ndryshe, kur jam kanë notar, kam kanë me krëll, adin këtë që jash me shku shpejt. 100 metra, aty lodhësh atër mrapa, po ka një teknik tjetër. Njerëzit mendojnë se duhet me kanë shpadhat e forta. Gjithmonë ka shpadhat, në vërtet shpadha e rëndësishme. Muskujt e shpinës, edhe të belit, kja ma rëndësishme kur shkën gjatë. Se për shembull, kur jenë këtë pozicion, tuj në tu, kur fillën mu lodhë, ti fillën me shku kështu. A këtën të fillën me ecë kështu. Adhe në momentin që rrinë drejt, kryve. Sa do që të kesh. Pra ne e majme në ushtrisha në shpi, me bark në tokë, adhe në basha si u kështu, adhe me i qurë durët, edhe kamt edhe mersha 2 gurë, të ranë të edhe basha kështu këtë stevitje në. Që mu forcu këta muskujt e shpinës, edhe këta pa tjetër e ta. Mi fjallë janë kënës këta si përgatitje. Atëre kena pa ba planin se ashtë i fje magja të storia, veç me djallin e tezës të nusës vajtem, me të një ndajqin që janë Boston, edhe lame me ik me 19 gusht. Do tha nerdha për i punit e nade, ka marrë për i punit nade,
e lame me shku autobusi I funit ka ka edhe në 7. Jo në mas kjo është agabim 7 ose në 8. 7 sahati, kur ka prej Shirokët, që ka në Shkodër. Edhe në llogari, po të ura bunë sa dash me pru pasaportën, kështë që pat me pasaportën, se atë shujt me një, këte I ka në kratë djathë, kishku ka Shiroka, në kratë majtë, kishku ka Ulqini, Muriqani, ka nga 2 mundësit për mua ratisë, ne I kontrolloshin atë. Atër kur shkove me hyp në autobus, pra në urban, për me shku të ura bunës, kur vjen Tonini bashkë me ideal, Vitor Markun, ideal I ri, 19 vjeç, unë isha 33, Toni ka 23. E shikoj, që më thonë, tha I shoki jemi, tha ka shumë që, tha mua, a munda me marrë me vedi. I thë më disë më gethanë, a dinë se a ka në rëzik. Po ta këthesh prapë rëzik, po ta marrësh rëzik. Po, më tha, e shikoj unë atë, mnejde, I tha që, a dinë me banë në të? Po, tha, I ka tanë verën, tha kam ba, mas e ki problemat. I tha që ma e me një kaq. I tha që a rrugë e gjatë nuk muna me të majtë një shpinë, se ba me të majtë shpinë, I tha që ta për në të konë me dale në nade, gena gen vitë kufinit të konë me në pasur, del dili, kja du të më kry gjatë natë si ja rrugë. Nuk muna I thë me të majtë, a din mirë këtë. Mas ki marë, më duk djali hajshëm, kështu, ja din I hollë e tana. I tha që ba me nëllë një gjaj, I tha që lollësh, edhe nuk mundesh kurse si me ecë, me nëtu ma mrapa, I tha që keme dale në brek të prej Shirokët e në Zogaj, që s'kishte shpia, më shehu të ferrat, I tha që edhe rri atje, dhe që t'vi nata tjetër, edhe vazhdojë gjujësën që t'ka metë. Ba me kënë. Edhe I ba ma tam, gjofë se në vjen barka aja ma anja luftarake, mu dasën në të komet pa 3 vetë, njenin e kanë vra, e pa tjetër atë matë vjetërin, unë isha maj vjetëri, se 33 ishte 23 në 19. Desh Zoti kalu me 9 sahati të pramjes, gjithmonë në këta romanet e kena pa që thonë ra nata. A ke vurë që thonë, aja gabim me thanë ra nata. Ra nata nuk bjen, nata qohet prej toket. Fillën nata prej poshtë ju një të nëllë, qidhja me dritë. Atër fillën të ju ba natë, dhe me dhe gjithësha. Edhe fillën mu qu nata, edhe himen nuj, I la me pashaportat e teshat, ashtë një ishull I vogël, para se me shku në Shirok. Atër janë ba me një trajektore, kështë rëmullak, edhe vazhdu me notin, deri që kena vita për Zogajve. Sa orë? Ka kënë den 4 gjysë, 7 orë gjysë. 7 orë gjysë liqen? Po, not, po. Kur jena vit afer Zogajve, pra ku avija kufinit se liqeni datë për gjysë, po, këto, aty ishte tash, kjo që të një mënë Zoti, se na kishë mujtë marë të në 5 nades, ose në 6 sahati na kishte pa, fillë që da liqeni është si me kanë pasqyrë, kerenat të tana. Këtë të një mënë Zoti, si mujtë me na me batana të rrugë pa ba kur provë, me atë ko. Ania luftarake vjen drejt nesh. Ki ishte dritën. I kam pa thanë Toninit edhe Viktorit që kjo se vjen ania mu da. Edhe na menume se na kanë pa me të thanë drejtën e udame. Adin kështu që ba me të zanë njenin, mas me të thanë që jena 3 vetë. Se tjedin jodini që ka thanë ke kanë grupë. Ti në di me kiba kështu. A janë vërtet s'kishte pa një gja, po gjithmonë para se me dalë me nxezi, Nadia. A një luftarake ishte shqiptare? Jo, ka shku në vit kufinit deri në hot. Aja bate rrugën gjithmonë Zoga I Shirok, pa të shkote I bate një në hot. Aja kaloj aty bobom, unë futa kryt në uj, pibibil më shot atë dritën, pa të një kështu, nuk shifet I kryt midis detit. Ka kanë edhe natë pa hanë, mas bate. Asë 3 metra, kur u largoshin të shokët e mikë 3-4 metra si shif shama, rishim afer, se kryt e zi I bate gjithë qa uja zi, reflektohet e zezat. Atë janë kam shku të një ishull I vogël, nada atë janë ndoli gjumi, se më zoni gjumi aty në ishulli, të një zhur matorit, erdi mator, edhe një djali I ri, u avit me mator Skenderi, ishte prej krajet, krajan, I bana me shej u avit, edhe tha mua kjo arë për Shqipnjet, po që ka pështu Zoti,
Tha po shikoj rrjetat, kishte hedhur rrjeta, më hypi, më qovi në breg të liçenit, e kishte shtëpi në pak, kishte një si barak të vogël, unë isha vetëm me kushtumin e bajs, më pruni i pal pantallona, edhe ndo pantofla dhe i fanel. Kështu, edhe më qovi nelt atje të shtëpia, kishte gjyshin, edhe a vajzën atë sa motë, ishte edhe i vajzën vogël, e dana aty më lanë me hangër, vëtë fërgu me bostane, kur sa harroj, edhe aja gjaja ma bukur asë se kur e kam bajnë intervistën me zëtë një fevzion, kjo e kishte një, edhe më ka marrë në telefon të ndetërët, mas intervist, një zamë tha, a je dëmë Fredi, po jam tha ty folë prej New Yorkët, a di kush jam unë, tha, jam tha Skenderi, që të kam prit, kur e kam pa, më kujtove të, menim të zotit kur shkoj New York, du më shku me e taku, se e kam, pra dhe me thonë mu pa tanë, atërën, në kanë shu, në kanë shu në... Keni qënë të tre bashka, po veç e veç aty? U taku me mrapa, ata kishin dalë një vend tjetër, u ba me tanë bashk, në mori kjo djali. Se nuk dolët në një vend ju? Ja, se u da me na, nuk i kam pa ma. Po pse u nda? Po shku erdhja nija. Oh. Për mësë me gënë bashk. Ata kishin shku, kishin dalin në shpia, që i thash, mësë shkoni në për shpia të shqiptarve, se mundet që punojnë për shtetin. Cili ishte momentin më i vështirë gjatë kësaj aventure? Kur jena kanë burgen Kotor. Qa ka ndodhur? Aja, do të thënë, kur në mori ky Skenderi, ka pasi dumdume, i thojmë, na din që ka i matorë, në qovin kraj, nelt aty, ishte i policë shqiptar. A din, në priti mija, ke doshë që shke njarë, bom, tha, a keni hangër, po keni hangër. Merë një tha dhe pak bukshua, në blevi disa frangjolla, a din me martadel, me djath ka shkaval, e në pruni shishe, e Coca-Cola-t matë male, për herë parë kam pi Coca-Cola aty. Kam thënë gjaja ma mirë që egzistën në botë. A din edhe i shterën pak, zët e tanë. A din në hypin makinë, kur në hypin makinë, tha kam ju qunë në Tivar, se kështu ashtë atana, bani do përqes verbale, kur hypin majet të Araboshit, ishte kloni, ishte jushtar Jugoslavë, bani për shtypi se kishte thikaj, a din automatikun, po kishte dhe një, kurse i shqiptari ishte mrapa, rrishin si shpin për shpin, një 4-5 metra, nuk shikjoshin një tjetër. A i shqiptari, kjo tha, nali makinin, kjo polici, tha rrini të tha, mas bani mrak, vetë hapi pijenu u duk të Shkodra, kishte ty avullu liqeni, kishte pak avull, adin, si në, ju avitati, i tha Frederik Kale, tha Tunin Dajq edhe Viktor Marko, janë tha ndur të shtetit Jugoslav. Lejmërin i tha e përë, a ju shtari zbani za. A dhe erdi hypin makinin, na qunin. Para se të shkojmë Kotori? Në shku me në bari, si kja interesant, kjo se ndër për kuriositet, se sa shne gjamale, në fute një biruc, në i heken rrypin në pantalonave këta gjanat, një dhomë, unë s'kisha kanë kur, një temen nuk më kanë arrestu me të thanë drejt, Pavli e nërë ditin të punë, unë s'kisha kanë kur. Terë nuk shifë kur gja, njën ma absolute, e më dhe la dërën, brom, i vite era urin, s'kisht ashtë aty, 2 batanija ishin aty, i thëmë në qakja ma, a i Tonini ka pa keni herën, kësë shoku jemi gjëseri, tha i kja i tanë birucat, po mi pëse se nesë driti, ta lanë me i fjede, ti nuk e në hodel, tha. Po e ma hodel, po me pa nuk shifësha si se në zdi ku shkojmë. Në atë kohë, nim të orrah njenin. Bate i shkopi, ba, ju të poshtëm, ju sërp të këqi, roft Kosova, Republik, roft Shqipnia. A e Shqipnia, a e bim, bam, më trishtoj. Ma beso nga një më trishtoj, kështë e nëllë një herë, me të thamë drejtën me mrako, shadin, kur një teme, s'kishtë e nëllë. Më hinë tha që a thumë këta, po vine në rrajnë edhe ne, a vërtën, bi, ati pushaj. Aja të rrahunat, edhe ma vë ban një dera, kërra po hap, edhe futin diken mërën, bom, kërram, me mëllën dere. Erdi që ba, i thamë në, shifshim kur gjanë, ku shqitja, ka njërës të këtua? Po, i thamë në, po që e një, tha jo, Shqipaj, i tha që e në prej Shkodër. Po që tha keni lanë, tha Shqipnina, që tha që banë Serbi, po bata johë kështu adin.
Në zba me za. Atë një thaqë, hajë ma të qëtën të, ja, kur ja, atë poshtë, më thaqë, atë poshtë. Ja sërp të poshtë, me shqip një nane, për dhe banja. Ne më besohë mu një teme nuk kam pa pasë sa të marrë gjumi. Ta natën të jetë, sa din, se shku me dhe në gjyqë, në që unë në fillim të i gjykatë, tha nasha zakona, dhe keme baka që mu i burg. Anyway, gjuni tha që kena me folë ma vonë, i tha që adin. Kur ai duket ka kënë spi u birucash, aja ka kënë e inqizume. A gëtë të rrahë. Ka kënë një radio, edhe aja ka kënë pa dritë, mas mja pa shenë, se ba me kënë një rëndë, du të mi pa, aji kishtë ardhë me ditë qaj në na. Se ku qume nuk ishte bate. No way. Na, dhe 100%, ka të vu ma ti të fënë. Ade na morë në i dha në këpush, në qune, ade në barë, një ishte i grua ty, edhe i burë tjetër, tha pse keni ikë, bam. Ade nasha zakona, tha, si me zakonit tonë, tha ke ashtë një den 3 muj burg, po për jo den i muj. Kemi shku me banë këtër. Prej aty në qune një dhomë tjetër, ishin 2 vetë, në pyetën kohë i ba ushtrin, e kam banë vades, ku shaken komandanti, mu kujtu Leonida, po ma disë mitëm jem, a disë ti ka i herë, ka të përë me ti ku a i. Tha, Leonida më tha fidhaj, edhe Petraci, tha, Petraci, ba. Po i thash, po jo i dini të alba, ku shaken spjoj të Shkodër, që li unë shaken spjoj të Shkodër, me tha drejten nuk jam pa marrë kur me këta, ma beso, kur s'kam kënë kështu inkuzitivë, adin, shikat punën të anë. Na e ba një kotë një atë, aje ta i dishin, pa ata duket ishte si përqedur. Okej, tha keni me shku aty, na hypen një të burg, shku me në Kotor, na futen men. Na futen një lomë, ishte një kështjale vjetër, 1000 vjeqare, e kishin këthy të burg. Ishte shumë të mlaja ata, gati metër, pak, gati metër gjysë muri trash, aja pigjerja vite e gjanë, mërën, e vjen t'ju ngushtu, me hekrat trash, kështë të bëmë, vite në formë kuadrate, ishte mërën, midis këti, adin si o borë i rëthum, vite kishte i qenë aty Gjerman, që lehte, adin dhe me nështë ta ka ndalë Burgosnit, për nes në zjarën, edhe kishim 3 shtretën, me po s'kishte ujë, ishte ujë me kryp. Nuk në bishin ujë, ishte e të mërshme me pi ujë me kryp, po i tha që aty në mos pini se të banë këtë shpereshket. Adin dhe mësa me la u la me faqës në ashtu në nesër, më më shku në zjarën, në që në nëllët atje, në gjatë ditës. Ata Burgosnit e Malazes i qiqin me punu. Ishte në katin e 4. Edhe kishte aty si pun palestet vogël me gjimnastike, kishte letra, shahe, do gjana. Ati në fund korridorit, vishin ja 4 kam shkallë, edhe si kur ishte i derë, edhe ishte një lomë, po bajagi ishte një Amerikan. Ati në burg. A u këto në i dite, italisht, e tana, tha jam i cijes, më ka të nëzatë, tha ty i ba do fotografia, më ka të nënu, tha 1 vjetë, po më knaqën, tha se jam të i shkru memorialin, e tana, bile e uli e një, kam kënë prezent aty, kur uli me ikonop, e javuni dikush dhe ushqime e një tinil. Nuk shikoshin një Jugoslav në atë kohë fort kështë gjana, a ishte hap, më pau mu se kishin dalë do, a den kur me të pau rruë, pau la, ndoli një 2 puqa, më fali një Figaro. Tha me rëket se kam e të ba me tana, se këna pa ma, a den shku ma ty i netë kur vinja 5 vet, 4-5 vet, prej dajqit, bregut bunç, dikuna ne ka bunar, ishin ata paranesh aty në burg. Kur vi unë i shofun, a i ke parasysh si i kanë qeth delit? Absolut. Se në 90-ën kena kanë me flok gjatë, kujtojnë, a kanë e moda me flok gjatë, për një kështu. Ata i kishin qeth shu krop, delish, a din kërët. Po. I dhëmë, ku pas keni ma gjithë këtë modë, a din se ata ishin aty me ne. Tha, jo më në shuar modë, na kanë qeth ta këta të Burgosit. I dhëmë, cilë Burgosin? Janë, tha, do djelë, tha, këto, po janë ty i punu, tha, mi po kur shkojnë, tha, me punu, punojnë jashtë, i vinë vlaznit, tha, i napin rakije, kështu, tha, vinë deshim, janë të këqifër. Ata mi kanë qef, tha, flok tanë vene. Me ta unë i thome, e thrasan Toninin edhe Viktorin, Nini ka kanë i gjallë, ka kanë janë 1,85, ka kanë si bokseri mirë, ka kanë shumë i formu miri, 23 vjeç,
po ka kanë kështu, fort. Ka kanë inteligent, ka ditë gjuhën të uja mirë, fort. E ka pa kap serbishtën në të hatashme, mësoj. Italishtën e ka ditë kështu, ditë janë ata tipat që i mësojnë gjuhë. Po, absolutë, prirje. Po, vetëm të i pa ata programet për sportin, që i shifshim të Jugoslavia kishte mësu bajagi mirë. E thras ninin, i thom, nini shtu. I thash, si puna. I nuk duhet mu mërzit, se pa me në këthy në Shqipni, kanë me nda dednu 5 vjetë, po s'kena me ba një aqë vjetë burg. Jeto pa e thash, gjithë që aty në rëshu. E dyta vetëm me nejtë bashkë. Mju largu shërrit e nga të resë sa ma shumë e ma. Po në kjo se kanë me në rënë qafë, i thashë nuk mundëm i tha me poshnu në dignitet. Adin let në fusin burgit banë qatë dënë. Kena mi dalë zëtë vetit si të mundna. S'ka mi lanë me më prej flokët e me mbak të gjanët. A e dakord? Po. Pra, si me tha, 1 për 3 e 3 për 1. Liam, këtë të bashkë. Hina atyën, ishte idealit me kam Diegun, një malazez, kishte Diegi pyll, as di se qa. Thot, da do me lujtë qa, fillu me lujtë qa. Erdi ora 6 mas dite, a këpëtën se si verë, është funi i verës. Kur erdin ta në për shkallat ju një pyshin ta janë mëlej ata, malazes janë, ashtu ka 6-4 janë metre 92 metra, të mëlej të shnosht, kështu, ta në unë e niva i pash, ata adin, vetëm i niva unë isha të dhoma të lujt, e niva të i thënë, pas ka do të ri këtu. I tha, se ke emnin Toni, e niva të i thënë, Toni Kukoq, ka një basketbolist. Po ti Viktor, edhe u qova në kam, adin e ua vita. Edhe i tjetër, po ti Frederik, adin i thash Fred. Si e, po mirë, tha, i Toni a kanë me sytë bujqie dhe dhonë. Tha, me sytë bujqie dhe ju shqiptar. Ka nëllit, shto, adin i thot Toni. E ta na, u ba me mirë, bravo, tha, kena me e kalu mirë. Shqyqyrë zotit, hina unë e lujta prep, të i lujtë matë. Kur një të i ba, të i ba kështu, adin, u qova në kam, vjene njeni për aty në djelme, aty në djelme të ri, dhe aty u nga të rrutë Toni, tha me njenin aty. U qova në vrap, aty në shkoha fjellit, aty të korridori, e kishte kap Toni për jaket, gjokësit atë, edhe i kishte qu grushtin, edhe i thotin në sërbisht, e thotë Toni, ti tha i dhamë, të ta zjarri shpirtin. Edhe aje kishte kap. Mi po, të thonë ta fjallë, a i politë si poshtë e një. Ishte një 2 katë ma poshtë. Adin edhe erdi, a i me shkop gomet. Edhe shtaje, qa të i në këto? I thotë, ky do me mra. I thotë, ky, malazezi. I thotë, Toni, nuk do me mra, thotë, po, ky, thotë, mi lak pucët për mja la. Adin, e unë i thotë, shla i ti, se shla në këpucët. Mi pa e tha, mi hellin gjoks. E ka marë pucët, Toni ja ka hellin gjoks ati. Adin ta në aty. Adin i në shtyvin e bëm në kapin, e cëtë dhe këta shkodra, poshtë, në ullin e atjen gatë në futen të Biruca, ku këshim kanë të alloma në amëlli. Mi fjallë nuk delë shima, adin të ashtë bogëri, do të mu jena i do, se sa shnami. Adin nene se ka arë, ka ka një polici keqë, një poshtë. Anyway, ishte i shkur një si Ashtë ata malazest e poshtëm që e ka në gjak ata. Hini e hapi derën aty, bërëm, tha, ku Toni, mi po më shikjoj mu, i tha Toni unë jam. Eja tha ti këto. E ka hapi kështu. Po me zjarë jashtë e mëllë, ka pas i shullë malë, rap. E filloj të jëra shtjelë, të jëra, ba. Vetëm unë nishin atërën, se kam pa, vetëm e kam pa jave në funit, tha ninim kanë furt, tha një Biruc, një kam, tha, në fund të murit, u lirë të këto dhe dora. Vetëm atër 9 mramje sa kanë hek për mëra. Kur e kam pa atërën se në zjarën në punë, mas i kena ba javën e fundit në kanë zjarën në punë. Shkurën me vjetë, e zjarën ninin, ku e kam pa gale, ishte dopsu, ma kënë balim në kull. Me dhe nejtë ja i muj, atër në qunin Padinska skela, ka kanë 500 km në Beograd. A një burg që është në Vojvodin. E kalon Beogradin, kjo se të kujtojt kur ka kanë lufta me Amerikën, do të me bombardu Amerika një urë, edhe që rrishin në të njaja urë. Sa kalon atë urën, shkon
Padinska Skela ishte një burg i Kam madh. në video. Po, ishte i burg i madh i rrethuar me këta. Kishte 10 ndërtesa kështu si rrumullak, midis ishte një fabrikë e vogël që bëhet tani janë hotelet që kur i nes bën xixat. Po kam. Bashin jatë, njëshin aty, i pak qëroshin e bana. Njenin për aty në Gudineve na kishin lanë ne. Gratë ishte në formë hëhit, si hë. Këto rrishin gratë, vite korridori, këtu vishin burrat, ky korridori këtu ishte kuzhina, këtu ishin zyret. Edhe aty kena nejtë atërën deri që kam dalë, Sa muaj? 3 muaj. 3 muaj. Aty ka kanë mërshme. Ka kanë, dhe më thanë, ata ishin dhomat e burgut, që ishtin planifikumet, kanë 5 shteretin marinar, dhe më thanë për 10 burgosën. Dhe më thanë kanë 5 shteretin, një nëllë të një poshtë. Ka pas edhe banjen, aty mërën, kanë bajagi special, aty në ishte mirë. Në kena kanë 86. Ka pas dhoma me 120. Ka pas një që nuk kanë mujtë me fjetë, kanë fjetë në kamë, në shtratë, të rëgjunë. Në kena fjetë 6. Të gjithë ishtë nga Shqipëria? Ta në për Shqipënia, 6 një shtratë. Sa veta mund të keni qenë aty? Të Loma, Jo. Aty do thënë, unë jam kanë të Loma dytë, kanë kanë një 12 Loma më duket, 12 të shmi i vutana, për shanin, uja 1.000, sa 1.000 vetë, po. Don Fredi, pra si largoheshit nga Shqipëria Po, për të aratisur? kur bane planin. A të largove dikujt familjes ose vlezve se do të aratisëshe? Dhe kur arritët në Jugoslavi, çfarë ju thatë? Cila ishte ëndra juaj, do më qëllimi juaj që ku do shkonit? Perfekt. Me të thamë dërët nuk i kam thanë. Ata tane kanë ditë një farë mënyrë, por nuk i kam thanë se s'dosha Milan, se s'kishin mund me fjetë atë natë, ata kishin uvritë njerëz jo e dini, kanë vranë kufi, sa vete, ata kanë taman e rrezikshme, ata në udhëtimi i gjatë, këta gjana, mi fjalë, unë kam për jetët kam mësu një diqa, në kjo se jetë i shkru një liber, mas ja difto kur kuj që jetë i shkru. Dhe që ta marrësh librin, sepse kanë me të ngatëru, se po vën këtë më dhe çakja tem. Planet asnjëherë mas më diftu kuj, jo pse je inkuzitiv mu më she. Por të nërhynat, u do me bash shtëpi 2 kaçe, po pse po ban 2, ban 1 kaçe, ban 1 gjatë, dhomat pak të mëdha, mas ja difto projektin e shtëpisë, tak kur të kryet shtëpia e një shifnje, e kam bërë. Edhe unë kam pas këtë se ta tin ta prishin. Por ma mërmenja ka pa dhe për vedi një, por kurse si të zero, aja puna që me këprite zëtë, po i thonë kuj, vetëm me ilan ata, për me nejtë paqë. Një për arsyve që kam ikë, me ta thonë drejtën e shpirtit, a si puna nga një a i kipa ata projet e vogjil, që janë ka i gifë që ullin për i malit, bashkohen e bat lumë me bjenë poshtë. Një ashtu a kënë pa akumulu, këtu në zemrën tema, ai që më vjen keq me thanë se kena lanë në Shqipni një vend ka që të mërkullushë, ma beso mu. Për mu, kjo beku Amerika 1 miliard herë, i faleminderit 1 miliard herë, po më vjen keq shumë që kena ikë. Adje thellë, e quj humje, për diken duket ashtë fitore. Ja kupton, ka kënë humje. Me ikë ati vendit, aq të bukur 33 vjetë, kena pas si fije status shoqënorit, jo gjatë madha din po me të njoftë. Kena pas andra, kena pas dërgjana. Pra, për menimin të janë pa grumullu tanja ata gjanat e vogla, që s'musha me nejtë ma. Nuk musha për me nejtë ma. Me pa kënë me pa ikë me vizë, kishte kënë nërshë, po me ikë në të nërshë që kam ikë, diftën që ka kënë një mlef, i akumulum, edhe që më vjen keq, si puna ati njëri që ikë prinde. Adin se, ja po, vishtërsia, ka pas një babë të fështira, adin e njëri diqa, por që në fund penohesh, adin tana. Por e kam fjallë kam ikë, por edhe njëjta gjame, kanë se kisha atë anërën, 27 vjetë që kam kanë, 5 vjetë para, kam fillu me formuat që du mu ba prift. Ja, këpëtën me didiku vedin, edhe thosha, nuk kam kohë me hup kohën. Jam 33 vjetë, nuk hupet koha ma. Adin dhe që të marrën në shkollat, bate, kur hapet kisha, si ka me ecë, me rrallë, kanë kënë tana këta, e dyta, minimum të thosha atje mërënda i ta vlazën. Adin me kënë dikush, me kënë diqa apun, se si dihet si ka me nëllë puna Shqipni. Mi fjallë kanë kënë shumë feelings, kanë kënë shumë njenja të ba me bashkë. Pa ja që ka për 2 minu ma tepër,
ka ka nana e shkollës, me badiqa. E funta ka ka me ta thanë drejtë, nuk du me shqit menë se s'ka këtu, që po haj fije ma mira, se po kam diqa. Po aja dëshira e lirisë, adin që mund është me shku, me baj i shkollë, nuk shikon. Baba gjithmonë të thotë Amerika është, na nuk munda me perceptu me menë si është Amerika. Kena Italinë parasysh. Ju deklaruat atë që pruvatën në fillim kontaktet tuaja, ishte qëllimi të qëndronin në Jugoslavia, po për të shkuar në Amerikë? Jo, ma që farë Jugoslavijet. Ata kanë shku do shok, shku në Austri, hypshin në vagona. Kur na kanë prun letrin, sa kena hinë të burgu, pa ditë s'ka s'ketan, ku do në kanë prun letrin, ku do me emigru. Ka kanë lista. Ka kanë Franca, Italia, Gjermania, Anglia, Suedia, Norvegjia, Amerika, Kanadaja, ka kanë Australia, New Zealand. Adin kanë të në këta. Unë e vu në fillë Amerikën. Kur u nisët për në Amerikë? Si e morët lajmin dhe si mbritët në Amerikë? No, atje kur kena na kanë dhënë një ketë, atje ka artit që vjen në Amerikë, ka një prej ambasadës amerikane, për Pteburgu na ka bërë një intervistë. Na ka dhënë një letër me shumë pyetje. Që kanë dhënë shumë pyetje. Edhe je përgjigj shtana pyetjeve. Atje ka ardhur masi mujt edhe herë. Kjo se ke rrejt ke kry. Se s'mundesh mi majt me 70 rana, 100 rana. E tane i ka përstrit edhe i herë. Edhe atëherën ma vonë kena nejtë edhe pak, edhe ka ardhej, edhe ka thënë, ti keme dalë prej Padinska Skelës me këtë datë. Edhe keme shku në malla adresën, ku ishte aja unoja, që i kam thënë United Nation. Edhe dolme, e kena marrë autobusin, edhe një sitë, kam shku në Beograd atëherën, kam kënë vetëm në atë kohë, po ishin edhe një 2-3 tjerë që nuk i njifsha, po që ishin prej që ka tha lezhet a veneve tjera. Edhe shkova aty të organizata, ka ishte aty një qisherbete, një Kosovar, edhe ata ishin të huj, ka në suedez shumica. Kryetari unis ka në suedez, ka në edhe franceze. E më tha mu që aja la që atë letën, kam dalë, perfekt. Më la i letër, tha keme shku Mitrovicev dom. Ka më diftoj me hartë, keme marrë tha i tramvaj, kemi marrë këtë tramvajnë tjetër, kemi një autobus, kemi shkuat tjetër, thot, kemi pasaj, kemi unit në maja, të thot, i kena lajmëru thata. Nolli një ashtu, aja ishte, kjo fëse të kujtojt gjatë luftës me Serbin, ka një vend që ishin antenat, edhe ata bashin propagandë të i rajt Miloševiqi me televizorin, thot, Amerika të i hubë, kena rëzu ka sharoplan, adin, kena fitu, adin, kështë gjane, ja kanë po bombarduat. Një aty kena në bazë, dhe thanë, maja kodës ka kena antena malli, tu ka një restorant, i fije ma poshtë, kanë kabinat drunit, që i përdorshin sërbë gjatë vers për weekende. Për shembull, kishku ty me grunë, me fëmijët, e ki marrë për weekend, ka kanë aty, kishku ki hangër këto, ka kanë shumë i bukur, i pyll, i malli, i kodër, i bukur, u sjeltim si me serpentina, rruga dhe vishin edhe njërës me hangër të e restoranti. Ade një thoshin Mitrovicev dom, ka kanë e bukur shumë aty. Ade janë na nuk shkoshin me hangër kur ishin të hujt, ade për në shkoshin masorës 2. Prej 2 deri në 3 e kena pas na me shku, kur s'ka pas njërës. Edhe aty kena fjetë, kena netë, kena pas i lomë, kena kanë, dhe tha 1, 2, 3, 4, 8 vetë. Po ka kanë e vogël, po ishte e mjaftush me ushqime. Në atë kohë dikush punote, nuk u lejote me punu, se na jepshin me hangër e gjithë qarë. Kena pas një letër që i thoshin Ledimacja, që diftote se si tip pasha... Ishte shpenzime që pagonin Amerikanët, apo... United Nations. Aja Ledimacja ishte tamam si pun pashaportet e vogël, nuk u lejote me shku ma shumë se 50 kilometra prej qenës Beogradit. Pra dhe më thënë, kena kanë bajagin periferi, në është me që 10 kilometra kena dalë jashtë. Pra ne s'ka mujtë me shku me Gjogorja, me shku dikon tjetër. Në atë rast të në pa mërzi dysa, hypshin trenit e i shku në Austrije, në vendet tjerë, nga pas vedem një destinacion. S'ka kanë kurri tjetër. Kena punu ka i fije, adin, për shemull vite dikush kishte një shpi, dikon, kishin molla edhe kumla dardha, bashin shumë atë. I mishim mollat rumullak, mi qiti fije plehe dhe mi ly me gelqere. E tana, atë janë
me thënë drejtën, gjithkon ka njerëz të mirë të këshia, por në përgjithësi ata nuk na dojnë ne, por na ka nollë që ka thënë, për shembull ikte në punë ai. Na merrte me makinë, na lete aty, mas ditën 5 kur vitin na çote 10. Na jepte pare në atë kohë, ka kanë $50 që me kanë, që me thënë në atë kohë, 500 dinar, ka kanë $1, ka kanë 10 dinar. Atëherë kur kam ikë, ka kanë $1, ka kanë 1000 dinare. Atëherë ka filli inflacioni të mërshëm. Kaloshin tanks, aeroplan, ashtu ushtarë, me topa, tanë kohën i shifshe, i mori Serbia tanë armë që ishin e për Jugoslavi i futi mërën në Serbi. Nëse u ishte përgatit Miloševići, kam nga një herë një demonstrat që i kujnqedoj aty ishte Vuk Drašković, po flitë të aty, ishin mlellë tanë ata njerëz e erdhe me zjarë fiksa, qava ika. Atëherë kur kam pa folë me këtë djalin, se kam pas kushërin në Malzi. Atë në Malzi, kanë kushërin, do thënë gjyshat vlazën. Nga Pikala, po nga Prizaj? Jo, në Kalaj, po ata kanë jetu në Tuz. Nga Pikale, po kanë zbën Tuz? Bravo, një ka kanë, të Toma kam nejtu në Nelt, atje në Pikal, kur kam shku. Kënë nejtu në Pikal? Po, me erdhe mori ka ardhe më ka marrë nosh i kushërini, edhe po shkoj në United Nation, i la adresën tonë edhe telefonin, se i tha, mune që i vjen për më shku më folë në ambasadë, me ba interviste në ambasadë amerikane, edhe ba më s'mu parë që i të hu për rasti. Nëlla. Po ty ardhë më tha noshi, kur më shko ma në demonstrate, se ba me të zanë, thoi një provokator i Shqipnisë. Po, absolut. S'kena pa shku kur ma, aty që ka pa kujnë që do. Në fundit, jam thirë në ambasadë amerikane, për që do më ardhë në Amerikë, e kam thënë, me thënë drejtën, cile atë qëllimi jatë kryesor, nuk i tha që du më ba prift, se s'disha gjatë që amun, i tha që definitivisht du më shku në shkollë. Për që ke qef, tha me studiu, i tha që ekonomika, piktura, merë një fije me pikturë, nuk i di, i tha veç, i shkollë dhe ta bajnë me një gjatë. You are welcome in United States, është dana malate dokumentin, që është numëri punë se këta, me fotografie me gjithë qa, atë janë me 7 maj, kam rrit në Amerikë. 91. 91. Me 7 maj 91. Edhe ka të kushërini jem të Marko, New York, kam nejtë 2 muj, atë janë ka marrë detërët se erdi dhe Roberti. Roberti ka ashtarratis, ka malet, me gjithë shoqen, edhe atë janë me 23 qeshori i Levi djali Viktori, e në rrallë. Atë janë atë taku me Petrozhen, që janë një histori tjetër e bukur, Petrozhen me Dëmprek si diftovi se du më ba prift, foli me arkidioqezin edhe kam fillu në shtator. 91 kam punu, 92 në shtator kam hi. Kam punu një fabrik plastike. Shkolla ka në mërkullushme, kena pasi fat mal kam pas, ka 130.000 volume librash, kisha qef librat, buau, kisha gjithë qa, kam gënë shumë mëra pa mu krasu me Amerikan në kuptimin e kish, asaj ditu një s'kish, kam di që ato Madakwini, Shën Agustini, këta papë të enciklikat, po zero s'kisha lezu kur, atë jam pak knasha të ty lezu, të ty ashtu edhe. Marri shkolla dhe në 2001 jam shuguru prift. Edhe kam kanë në St. Patrick, për 4 vjetë atër në St. Lawrence, atë më kanë ba pastor njëri. Ma vonë kam marrë atër, kam pas edhe 3 kisha tjera në veri, në 3 kisha Sën Cornelius, Sën Gjan Evangelist, edhe Sën Nikolas. Si ishte përvoja juaj në kishat amerikane? Kishat amerikanë ka një diqa, zëtni ka një diqa. Ata kur besojnë, besojnë. Edhe njaj që vjen në kish, është me plët kuptim fjallë besimtar. Ai që nuk beson nuk vjen në kish, po nuk e ngatron kishën, e din ka e diqa. Në shqiptarët shkojmë ka herë, jo pse s'besojmë, se tanë që vinë kish besojnë. Po edhe shkojmë ka herë, kena pak atë presionin e familjes, pse s'po shkojnë kish, edhe në shko. Dhe ja kuptan, edhe me të ba pak. Këtu në Amerikë janë ma të lirë, në është të në Shqipni janë ma në shpor, e kam kalu shumë mirë të kisha amerikane. Çfarë ndryshimi ka kisha amerikane me kishat shqiptare? Edhe në Shqipëri? Ka atë diferencat, ka adin janë
në njerëzit jena isoj po jo kret, adin ka ndryshim raca për racë. Çfarë ndryshimi? Kisha me thanë psikologjik, adin tanë mënyrë se si e percepton jetën, çfarë natyrë ke, për shembull, ke natyra që janë sulmusa, ke natyrë që mrohet, na shqiptarët nuk jena sulmus, sa jena mrojt sa të mirë. Na mu mrojt na mirë, nuk sulmojmë. Kja për aja jemi, Gjerman, Angles, e këta janë sulmusa. Dhe këta janë ma agresiv në atë kuptimin e mirë të fjallës, jetë keq. I këta janë, si dhe që janë shumë devotshëm, janë shumë mirë, janë shumë sinqert, janë punëtor, edhe shqiptarë janë, me thanë drejt nuk di, a di si, kjo se mundë me thanë i veture kuqe, i veture bardhë, s'di që me thanë, cila po këtë dy janë të mërkullushme, po mund pëlqen e bardhë edhe atjetër gja. Në planin personal, a u realizua ëndra amerikane për ju? 100%. Është realizu, por përshkojnë të aja pyetja. Aja andrat që kam pas, a ka kanë intelektuale, apo ka kanë shpirtnore? Këtë e thoni ju? Bravo. Ka kanë ma shumë intelektuale. A pavarësi sa mixed mat, nuk ka kanë mixed mat, adin do thonë ka kanë e përzime ma anën shpirtnore. Adin për me shku në shkollë mu ba prift. Por, ka kanë adin ata venimet, kanë që merren prej menës, jo prej shpirtit. Ti mundesh me martu një djaliri, mundesh me martu i vajzë që ka në intelektuale. Ashtë vajzë e bukur, ka shkollën, ka rrogën e mirë, ka vllazën motë, apo martohet me te. A një tjetër që e një shpirtnisht. Që kjo është my soulmate, si thonë Amerikanë, kjanë këtë kuptim, thëmë. Këtë kuptim, thëmë. Aja dashnia ka me gjithmonë në Shqipni, por zgjedhja ka në mirë, pra, ashtë si punat ideali 30 herë, që ka marrë vajzë shumë të mirë, familje të mirë, ka me pas jetën e mirë, të bukur e tanë, por sa ka në aja që ka në shpirtit ti, ta në drejtimet e mirë, në kurrëshën gabim, ata në për në fundë është aja. Si do të përshkruanje vitet e shërbimit në kishin e Shëmpalit me komunitetin shqiptar amerikan? Amerika është e bukur, Amerika ndërtume, gjithmonë kam thënë kur kam kanë në Amerikë, ka kjo aja zemrat që thoshen, kjo se dina me evu i tull, ma mirë me evu të murin Shqipni. Ka në bollë moratora këteja, ka njëz me shkollë tana, gjithmonë më ka ma beso mu, gjithmonë atje në zemër, edhe me njatë marak, si thonë ta kam në deka, aja është ajoti. Nuk e kej din sa më ka ndasht Amerikan, edhe i kam ndasht, edhe i du fort, me të vërtet. Edhe më kanë thirë, kam nejt me ta më knaq. Po edhe jam gëzu kur kam maru takimin me ta. S'di jam këftan një farë mënyrët. Me shqiptarë të rrim një aty në parking lot, në pish dilit, pa ujë rrim 2 orë të i folës njëna kur. I kja është aja jotë, s'di jam këftan ma të hujin njëhesh, me tanin nuk njëhesh kur. Me i shok të mirë Amerikan të knaqëm, me i shok të mirë shqiptarës njëm, kur t'ja venere kur vite ju, rrim 2 orë parë se me ba programin, edhe rrim edhe 2 orë mrapa, e tanë ashtë se di që me të thanë, nuk e di në është amet e jemja, mundet me kanë, nuk di me, unë jam të i folë atë sinceritetin teme. Eksperiencë e ma pasur tanin ma borra joti s'di. Du me krasu, se s'ka krasim, du me krasu, ti e din që kam pasër eksin, e kam dash fort qënë Gjerman. Po. A këtën, mersha gjithmonin më gjep me mish, copa mishit, që mja lanë si trit, u knaqë në me mu. A këtën, e kam kru, e kam dash, e kam fut të liqeni, e kam laga, batana. Sa shifte i qenë tjetër fillë shkot atje. Që aje pritet i ba, adin ti u ngërdhesh tana. E kam vjani i thosha, Rex, se po shkon në atje t'i rrëme mu se e ma mirë. E ka lanë zoti, ma tanin, ku do me kanë. Të falenderoj për këtë mesazh. Gjatë bisedës... Këtë drejti më falë për tanin, ata më rmenja, më habit, sak nuk më besoj, jam kompleti sinqert, më besoj. A di sa habitem kur thojnë musliman e kështu? A di sa më duket ma rria ma male në botë? Zhishme thonë. Betë fjalla botën shqiptare? Po të bota shqiptare, për shemë kuja me imamin, o me baban, o jo hajë marrë, nuk minas në kryja ja punë. Ashtë si me kanë me vlanë,
Po që ka një ide tjetër, që disë me të spjegu. Një loj është, absolut e mblanë. Shka të bajnë, nuk e kam hiq aty. Mu bilim, Habib ba me më thanë dikush për ke kanë gjami, që kuj pujtu gjami, me da thanë me sinceritet zemrës. E tana ato kanë lutën i rujtë zoti me kofte perfekt. Kur kam shkun që imami ka parë në Romë, pat me planin për me pa papin, për nga të rune, nuk në lanë e mu pa. E kena bashku bashkë në aeroplan. Që me kanë me i vla prift mu ma duk. Kena diskutua dhe gjana familjarët e jetet e artit e shkencët e fejt, kërtë normal. I ka është aja që a joti më bërë, s'kej më. Gjatë bisedës, juve u shprehet se jeni pra shërbetor në shërbim të njerëzimit. Do të bëjmë pyetje. Në çfarë raport qëndron shërbimi me besimin? Kur kena kanë në shkolla është një formule njoftën që thonë prediko atë që beson, praktiko atë që ke prediku. Pra, diftoj njerëzve një atë që ti e beson, mos i thuj diçka që se beson, edhe kyçur predikim, edhe venin praktik një atë që i thu tjerëve, ganima së rrejnja, din se e besoj që s'duhet me rrejt, po s'duhet me shku me rrejt të ndash. Zdja, këtë në venin jetë. Kja është aja, shive kuat në kuptimin e shërbimit. Tha që ju e një shërbim, ju më noni me ba që venin grunë të anë në punë, pagun punëtor të anë për me dalë sa ma mire, kja përke? Për një që aty pa. Po. Si ty fitu t'i para, si ty i ba kur kush, ka me të thanë dikush lumë dora, e ka ba programin e bukur e mi u pashim. Nuk ka të shtu roka, zdi po të madin, nuk ka se më të vjen. Edhe ti një knatësi, i ga shërbimi. Kurse ba me të thanë, kemu ba, po ja fuzën këtë, po kemu ba guzhinjerë, ade nuk ka shërbim, po është jetu i vujtë, se atë i ba diqa që nuk një knatësi. Për jetu i shërbi, po nuk jetu i shërbi vedit. Kurse këtu i shërben vedit. Unë kish, 10 herë me le, 10 herë ba më prift. Kam një, do të thanë, kur flasim për Krishtin e për këta ba me vu, njihim kur 10 orë, për smet orë, nuk ka kur gja. Ba me folë për politikë, du mu nalë, atëran, se m'lollë, ma vonë. A kishe në një falenderim për lirin, demokracinë amerikane, për benefitet që ju ka suportuar juve një jetë, por dhe komunitetin, sepse ju jeni një pris fetar, jeni dikush në komunitet? Zëtë një vila, vedem venere i kaqë. Munesh me e pa në atë rrethin e ngusht, personal, familjar, komtar, munesh me e pa, duhet mi pa në të dyja kratë. Duhet me shku me pa dhe pëm të pyllit, por duhet me dalë edhe jashtë me pa pyllin. Adin kretë. Adin me pa me. Ne nga ba kështu si slogan e din dhe mësan, ty i folë me fjallë të mëlaja, fanari, i drejtësis, fanari, i letërsis, e kështu. A fanari i botës. A e mua bedi. Pa Ameriken, i zdiku kështë e kanë botat. I gjeni pa komente që kanë ba këta tifozat që kanë ardhë. Kanë thënë e kanë bombardu në Europë, Amerika e kështu. Kë ka vendi maj përsosën në botë. I thot, ata janë vende socialiste, ta në Europa, kjo avin kapitalist. Kur kam shku në Francë, nuk kam ujtë me hinë në banjo, pa pagu pare. Pra ti që je socialist në mërë pare, për me hinë banjë, po ti je kapitalisti maj poshtë në botë. Se kapitalisti njëtë ka, me të zanë mushte, me ta pi gjakun, në gjanë ma të vogën, me të alan ujnë, me pare, me të alan një herë me e mushë 2 herë pagu parë, me e mushë 3 herë pagu parë. Këtu vjen në Amerikë gjithë qa. Ajtë mërë për parkingit, mërë për gjithë qa pare. Këtë thoshin të turistat, vjen thote e mushat me Pepsi, e janë tana llojet e pijeve, sa herë dëshon. Janë mlajat atana, kena hangën në restorante, ma si kena hangën a ka pruhu falas, ka jam elcin. Atë jo pse jena në turista, po se e banë tana. Tash nuk di ku i thonë kapitalizm. I kjo fanari që i thëmi botës. Në fundit, Shqipnin e gena të mërkullush me tana, na u sjellin punë ashtu që na bane me ikë. Zdia, më këpëtën na bane me ikë. Po në kena pas edhe i ven një destinim, ka në Amerika. Po ba me të mërzit Amerika. Vedë me vra vetin, se s'ke ku më shku, se ki shku në mare. Për të mirën e njerëzimit, nuk jam të i thanë, da din se na patriote këtarë, për të mirën e njerëzimit, për të mirën të Zoti e bekoft,
i këtë vend, zoti i bekof një ata, Washingtonin, tanë ata që e kanë ndërtu me atë shpirt kristian të përsosën, që kanë ba një kushtetut mrekullueshme. Vetëm në Amerikë, kushtetuta e ligjet janë ndërtu me mbrojt popullin prej qeverisë. Në tanë botën ligjet janë me mbrojt qeverin prej popullit. Vetëm në Amerikë vehen ligjet me mbrojt popullin prej qeverisë. Jo geni një presidenti që thot qeveria duhet me kanë sa ma vorfen, me kanë pare të njerëzit, jo të qeveria, që njerëzit me batë qatë dojnë vetë, sepse me lirin fillon kapitalizmi, kur ti mundesh me investu aty ku dënë, kurse me socializm ti duhet me investu aty, ku i duket ati se i interesën botës, e me rrallë. Ashtë në tana drejtimet, ashtë në tana drejtimet ekonomik, politik, psikologjik, shoqënor, legislativ, gjydikarë, të në tana me gjyqët, ashtë në një maj mirë botë, pa diskutim. Adhan me veç Zot bekoj Amerikën, Zot në bekoj ne ta në ndashti malli Zot edhe në shqiptarët, e adaptojmë një shpirtin Amerikan, adhen për mirujt vlerat shqiptare, a komplet, edhe me apliku vlerat më të mira, që ka Amerika e njerëzit tjerë, pa i hup tonë atë që, edhe me i perfekcionu. Natyra shqiptare a bukur, hiri i Zotit e perfekcionën natyrën shqiptare, edhe ja mundet me kanë në regull. E keni një mesazh për shqiptarë dhe veçanërisht për brezin e ri? Për brezin e ri keni ai ka që kam thënë edhe për para, këtu nuk kam me shit men. Nuk as se jam të o thënë në mënyrë spontane, nuk as se jam të o thënë se jam në emocione, e kam menuar për 36 vjet që jam në Amerikë. Tash 36 vjet që jam në Amerikë, po ban 36. Kena fillu me hi, që jam në Amerikë, kam arrit një këtë konkluzion. Na shqiptarët, jena popull i zgjallët. Kena një mision prej Zotit të veçantë si e kanë tanë komit. E kena shumë special. Në ka lanë Zoti hire, në ka lanë Zoti virtyte, në ka lanë Zoti një diçat mrenshme që është shumë speciale, që jam mrekullueshme, që unë për vedi, jo vetëm se kam rënë dashni, pse jam shqiptar, po edhe me gjak ftofësi e kam pa, është më i miri për mendimin tim në botë. Ka mendimi jem. Ka kome që janë të meqëm, ka kome punëtor, ka kome luftar, ka kome aty tana. Na kena një diqa unike, që se ka kërkush. Ba me pru vajzën ma të bukur në botë, mis bota, një ta shkoj e ti gjej 30 vajzat që i kanë flokët ma të bukur saja. Ti gjej edhe një 30 vajzat tjera që i ka trupin ma të bukur saja. Aja mis bota, gjej vajzat tjera që i ka lam të ftyrën ma të bukur më rrallë. Po kërkun në botë nuk unë është me gjithë që janë në harmoni, për të bashku me bashkë, në nërë harmonioze, ta një ashtu a Shqipnia, një ashtu a Shqiptari, në nërë harmonioze, i ka ta në atë bashkë. Vedemi di qa jo thëmë, martohë një me Shqiptarë, marë mua beti, janë të mërkullushëm tjerë, zdu me ullë asë njënin në nërën ma absolute, ma jo, vedemi Shqiptarë, runje i këtë gjakt pastër, se një aty ashtë thirja që ju ka lanë Zoti, edhe një atë du të me rujtë, sepse nuk e di ku atë qëllimi i Zotit me ne shqiptarët dhe në fond. Runje njat. Të lumë në goja dhe në Fredi. Të rujtë Zotit. Unë të falenderoj që ishe në emisionin në këtë cikl me personat që kanë realizuar ëndër amerikane dhe me shpesë shikojnë përsëri, shikues nderuar, ju falenderoj për vëmendjen dhe mirë pafshim në emisionin e radhës ëndër amerikane. Deri atëherë, mirë pafshim.